Nuk kanë ra për atë arsye, nuk kanë ra për atë arsye. Me pacollin. Me gjithë pacollin 12%, disë faleminderit se Nuk kanë ra për atë arsye, më që është gabim ata me mendu që... Për një mënyrë të të vepruarit, për një modus operandi. Ashtë po dojnë me ndryshë. Po, nuk është... institucionalista, apo... Jo, për... Institucionalistë do më thonë konsolidim institucioneve. Nuk e vlerësoj unë ajo. Unë e di që me atë mënyrë të të vepruarit... Institucionalizëm më pajtonë 100% me lirimin që apo thonë. Problemi është... Institucionalizëm duhet me konsolidu institucionet. Po thoma ajo në asjen. Problemi, unë nuk mendoj që LDK-ja ka ra për shkak të mungesës ose për shkak të ulljes në tavolinë me kundërshtar politik. Janë 1 milion arsye pse ka ra tash mundi me hi me i diskutu me radhë, edhe kjo frika prej lëvizjesve të vendosje është totalisht e paarsyeshme. Po s'është frikë. Është totalisht e paarsyeshme. Dy gjëra. E para, a është frika s'është. E dyta, ata me vetëvendosjen i kanë ja 4 vjet bashkëpunim, 3 vjet bashkëpunim intenziv. Në opozit njëherë, ndaj që ka qenë pan, edhe ma nej në pushtet në kurtini. Nëse dikush e din, a duhet më ullë me vetëvendosjen të avolin? Nëse që e din ata mirë. Shure, unë isha pajtu më ullë me bisedu me kundërshtarin politik, mirë po të njoft Albin Kurtin, unë besoj që Lidhja Demokratike për bën mirë që s'pë takohet. Sepse rezultatin e ati takimi me Memli Krasniqin i pomë sot. Cili është rezultati? Po që ka deklarun e Kuran Murati e ata? A i po? A po? E para. E dyta, do më thonë ti nëse e ki për dëkën, ti e zjedhe presidentin, ti s'ki nevoj për kërkon qeter. Nëse me ta nuk silës që shduhet si partner, nëse e qunë hajvan, nëse LDK në akuzon dhe ja konteston votat, e thush hajde për bashkëpunojmë, kësë po le hapësirë bashkëpunimit. Cili është qëndrimi i Lidhjes Demokratike? Cili është kontributi i Lidhjes Demokratike? Sepse problemi është këta deputet nuk kanë marrë mandate me qenë spektator. Edhe kjo e ka marrë mandatin në formu institucionet, i formoje. Ata pjallojnë, për thonë, formu institucionet. Përgjithsin kryesore... E ke marrë besimin shtetare. 42% e ka. Veç që në këshyre në arkiv videot Albin Kurti, që ka thejke kur u kandidut njëtë në mënyrë 4 vesi. Atë mbesim tash të ato video... Jo, po tash, pse ato në atë kohë kanë gabu, e kjo e ka mirë. Se ata në atë kohë kanë gabu, e kjo e ka mirë. Në ka rajt, do më thonë atë kohë, apo? Po gabim ka bo me... Ka rajt. Kush ka rajt? Albin Kurti. Për çka? Po dhe që ka thonë Kadri Veseli duhet me ndru kandidati, nuk bërë... Qa se totalisht e gabume. Po. Totalisht e gabume. Okej, tash nuk duhet me përcjellat qasje. Te loshe tjetër, kur po themi përgjithësi kanë krejt, qëndrimi LDK-s është syt dështojnë këta, kur vjereni për dytin me formu qeverin ose tretin na aktivizohëm. E shumë mirë, kjo i kontribuan që asaj. Sakt, po kushtetuta po thot, i pari është. Që ku i ka votat, që ku i ka deputet, bëne pazarin më shele punën, nuk po mujnë. Me të vërtet, nëse është synimi për shkak me provu që ja lejon dytit që i mbledh në shkrimet, është kjo që duhet me të i kalu që kjo pengesë, që po unë mendoj që po kesh përdor nga 2 kampet, jo veç nga pozit